Njerëzit nuk kanë nevojë për gjykim, ata kanë nevojë për mëshirë. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, unë ju mbaj nga rrobat tuaja për t'ju shpëtuar nga zjarri, por ju po më ikni nga duart e mia. Mendojeni pak të hadith. Këshillat profetike synojnë gjithmonë që të shpëtojnë njeriu, por jemi vetë ne ata të cilët distancohemi prej tyre. Kjo është gjendja e njeriu sot, zemra të lodhura, shpirtra të plagosur, njerëz që duken të fortë, por brendia e tyre është e thyer. Sepse askush që jeton larg të vërtetës nuk është i qetë. Dhe pikërisht këtu lind pyetja, si duhet t'i afrohemi këtyre njerëzve? Me ashpërsi, me zemërim, apo me përbuzje? Jo, asnjëra prej këtyre. Sepse ashpërsia nuk të udhëzon, zemrimi nuk të shëron, përbuzja nuk të afron, vetëm mëshira. Mëshira hap rrugë. Nëse i afrohesh një njeriu me dëmshuri dhe edhe nëse nuk të dëgjon sot, një ditë do ta kujtoj butësinë tënde. Dhe ndoshta, pikërisht ajo do ta ndryshojë atë. Mendo sikur dikush po digjet në zjarr. A do ta qortoje apo do ta shpëtoje atë? Sigurisht që do ta shpëtoje. Atëherë pse nuk veprojmë njësoj kur bëhet fjalë edhe për ahiretin e të tjerëve? Ne nuk jemi këtu për të dënuar njerëzit, jemi për të bërë sebeb që ata të shpëtojnë. Edhe ata që gabojnë, edhe ata që largohen, edhe ata që janë kundër, kanë nevojë për një dorë, e jo për një gurë. Sepse ndoshta po të ishe edhe ti në vendin e tyre, do të doje që edhe ti të kishe dikë si puna jote. Prandaj ji mëshirë, mos u bëj pengesë, bëhu urë. Sepse një zemër e fituar me mëshirë, patjetër që vlen më shumë se sa një zemër e fituar me forcë.